Përshëndetje, Besarti prej Francës. Besart, që shje Besart? Mirë për juve, si ka lutë? Mirë edhe ne, faleminderit. Ju uroj një vikend të mirë, kështu juve personalisht edhe stafit. Të faleminderit shumë, shumë Besart, faleminderit. Po. Po më thuaj, fushata e cilës parti po të pëlqen më shumë? Dëgjom, fushatat në përgjithësi që një kohë gjatë janë fushata kështu klasike, edhe ndërtune mi bazën e elektoratit të partive, do më thonë, se cila parti që e ka, vepron fushatën e banë, ose vepron, do më thonë, pas elektoratit që e ka, se synon ta ketë për zgjedhjet e Po? jashtme, edhe pse ende nuk ka fillu kështu që shefe edhe ti më herët zyrtarisht. Po pra. Po, tham drejtën kështu, mu, që dy parë zgjedhje, do më thonë, kryqëzet që ka ndodhur, ka pëlqy fushata e Urani Smalit. Po? Për zgjedhje lokale po foli, do më thonë ka qenë një fushatë e jashtëzakonshme kështu. Po? E për tash po pres që, do më thonë, qashtu që she thash më herët, kanë me ndërtu diskursin ose opinionin në bazë të elektoratit cilat e kanë, tash Do specifikisht t'i thua që PDK-ja në këtë rast do t'jetë më e mirë, a? Po dëgja, tash PDK-ja do më thonë, po shihet që u danë dy zhargone kështu të fushatës, është ky zhargoni, do më thonë që synon këtë votën e qytetarëve, Urani me këtë fushatën tepër, kjo nuk është as evropiane, kjo është fushata amerikane, do më thonë e detajune për se cilën problem, e ka dhe këtë fushatën PDK-ja në këtë rast me që e shtrove si pyetje edhe këtë fushatën klasike, na peroda, do më thonë, që e banë në zona ndryshme, do më thonë, sepse e synon elektoratin pak ma të vjetër ose pak ma ndryshe. Mirë. Besart, faleminderit. Ju përshëndes shumë, jeni fort mirë, e miru dëgjoshëm. Shumë faleminderit Besart, shëndet edhe ty.